Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook se qeveria ka filluar zbatimin e dy masave të rëndësishme sociale, rritjen me 20% të asistencës sociale për familjet përfituese dhe subvencionin e energjisë elektrike për familjet e cënueshme. Ai theksoi se kjo është një përpjekje konkrete për të mbështetur familjet që kanë më së shumti nevojë për ndihmë, sidomos në prag të dimrit, ku shpenzimet për energji elektrike rriten ndjeshëm. Në vijim postimi i tij, qeveria për familjet nga ky muaj përveç rritjes së shumës prej 20% për të gjitha familjet që janë përfituese të asistencës sociale, nis edhe subvencionimin e energjisë për familjet e cënueshme. Aplikimi për këtë të fundit mund të bëhet në platformën e Kosova të shërbimi grante dhe subvencione. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani i ka mandatuar të shtonën liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për të tentuar të formojë qeverinë e re të vendit 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme. Sipas kushtetutës së vendit, Kurti tani ka 15 ditë kohë t'ia paraqesë Kuvendit të Kosovës për bërjen dhe programin e qeverisë për miratim, por ai do të ketë punë për t'i gjetur të paktën 61 vota në kuvend me 120 deputet për mandatin e tretë në krye të qeverisë, pasi partia e tij fitoi 48 ulëse në zgjedhjet e 9 shkurtit. Në lidhje me atë se si mund të formohet qeveria e re, në një prononcim për Bota Sot foli analisti politik Gani Qapi. Fillimisht ai u shpreh se zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre do ndikojnë në negociata për formimin e qeverisë së re. Sipas tij, ndonë se nuk ka një sinjal nga lëvizja vetëvendosje që është duke bërë marrëveshje me ndonjërin parti, LDK po jep shpresë se mundet edhe të bëjë një koalicion me partinë fituese të 9 shkurtit. Zgjedhjet komunale dëshmuan se mos bashkëpunimi i vazhdueshëm i partive politike shqiptare ka frustruar aq shumë qytetarët e vendit, saqë edhe me votimet lokale të merrnin pjesë vetëm një numër simbolik i tyre, ku përveç pjesëmarrjes së ulët, prej vetëm rreth 39.5% që në fakt është edhe më e ulët se sa në zgjedhjet lokale të vitit 2021, sovrani votojnë në atë mënyrë që në shumicën e komunave të vendit fituesi të vendoset në balotazh. Prandaj mënyra e zhvillimit të garës së partive politike është pothuajse e sigurt se do të ndikojë edhe në negociata për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës të dalë nga zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit, duke qenë se tani më presidentja Vjosa Osmani edhe e ka mandatuar kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë së ardhshme, megjithse ende nuk ka sinjale publike mbi koalicion të formuar të bashkëqeverisjes me ndonjëra nga partitë politike bazuar në rezultatet e zgjedhjeve lokale, si dhe në bashkëvotimin e Nenad Rashish për kryetar të kuvendit, edhe nga LDK-ja ka shenja, qofshin ato edhe simbolike, se LDK mund të bjerë dakord edhe për koalicion qeverisës me të cilën lëvizja vetëvendosje ka dëshmuar se është e interesuar ta formojë koalicionin për bashkëqeverisje në qeverinë e ardhshme, shtjelloi analisti. Po ashtu qarë vlerësoi lartë mbërvajtjen e zgjedhjeve lokale dhe për këtë ai shpreson se ato do të ndikojnë te partitë politike për një parafrim të mundshëm në nivel qendror për formimin e qeverisë së re. Edhe një herë duhet cekur se votimi i të dielës së 12 tetorit për kryetarët dhe për bërjen e kuvendeve komunale të zhvilluara në një atmosferë shembullore, të qetë dhe pa incidente të theksuara që do ta dëmtonin procesin dhe prishjen e mbarvajtjes së votimeve demokratike me shtrirjen simetrike të votave të qytetarëve për kandidatët në mbarvendjen dhe nga të gjitha partitë politike, pasqyruan një fenomen që dëshmon demokracinë më të avancuar në rajon, votimin e lirë të pandikuar dhe proces me më demokratik të zgjedhjeve të mbar Europën jugosllave, akt të cilin duhet ta marrin si shembull veprimi edhe partitë politike për të mundsuar vendit krijimin e qeverisë së re, veçanërisht tani më kur është konstituar edhe kuvendi dhe shumë ligje e marrëveshje ndërkombëtare financiare, ekonomike e politike, si dhe obligime të tjera të rëndësishme, presin miratimin e tyre për mbarvajtjen e vendit, avancimin e shtetëndërtimit dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve, nënvizoi ai. Motej, analisti analizoi se me cilat parti mund të parafrohet lëvizja vetëvendosje për koalicion, e në këtë pikë përmendi dy parti, LDK dhe Nisman, shto kësaj faktin se me parti të vogla si Nisma, e cila kishte pretendime më të mëdha se sa vetë fuqia e saj politike, negociatat nuk rezultuan të suksesshme, e vetme mundësi dhe zgjidhje më e mirë e cila do të mundsonte edhe garantimin e votave të mjaftueshme për rivotim apo
zgjedhjen e presidentit të shtetit në muajin prill të vitit të ardhshëm mbetet LDK-ja, ndaj pas votimit të përbashkët për Nenad Rashić për në kryetar të kuvendit nga Pakica Serbe, unë besoj se këto dy parti, ndoshta edhe në një sistimin e faktorit e jashtëm, nëse nuk kanë arritur deri tash marrëveshje, ndërkohë janë duke biseduar prapa kulisave për mundësinë e formimit të një qeverie të qëndrueshme e stabile të cilën, pas më tepër se 8 muajsh nga zgjedhjet e nënshkurtit, e ka të domosdoshme dhe mos e të nevojshme Republika e Kosovës, ndër të tjera analistë shtojnë se në rast se nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe ndonjë partie opozitare shqiptare, atëherë vendi duhet të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme